Kryeministri Hristian Mickoski paralajmëroi kontrolle shtesë nëpër kompanitë që merren me prodhimin e kanabisit mjekësor. Kryeministri potensoi se nuk është çudi edhe nëse hasin në 100 ton marihuanë të paligjshme, duke pasur parasysh se si janë dhënë licencat deri më tani. Ai madje fajsoi edhe ish-ministrat e shëndetësisë për dhënien e licencave, duke mos e anashkaluar edhe Venko Filipçen. Disa dhjetra ton nuk do të befasosha nëse vim edhe deri tek 100 ton marijuanë të sekuestruar. Dihet kush ka qenë ministër. Mund ta paramendoni që në periudhë të caktuar ministri atje ka qenë edhe Venko Filipçe, por licencat janë punë tjetër. Puna e dytë është se është sjell rregullore që është akt nënligjor, me të cilin lejohet të prodhohen lule kanabisi që nuk i plotson normat GMP, dhe këtë kanë qenë të vetëdijshëm që e kanë bërë, dhe nëse nuk i plotësojnë ato norma, është e logjikshme se gjatë përdorimit të ekstraktit nuk mund të licencohet dhe të lëshohet për shitje, tha Mickoski. Kryeministri tha se janë siguruar shumë prova për këtë skandal dhe se problemi me drogën do të del shumë më i madh se sa duket. Kjo është vetëm fillimi nga ajo që kemi si indikacione, por edhe nga ajo që MPB po e bën në hetim, disa celular dhe disa biseda dhe kështu me radhë, por edhe provat e tjera. Çështja do të jetë shumë më e madhe se sa që duket, theksoi Mickoski. LSDM nga ana tjetër ende kërkon përgjigje nga pushteti, si kanë kaluar 5 ton droge përmes kufirit Maqedonas drejt Serbisë. LSDM njoftoi se për më shumë se një javë nuk ka asnjë përgjigje lidhur me, siç e quajnë ata, skandalin më të madh të narkotikëve në rajon, sekuestrimin e 5 tonëve drogë në Serbi, për të cilën pretendohet se ka origjinën nga Maqedonia. Nga partia e Filipçes pyesin se si është e mundur që një sasi kaq e madhe droge e transportuar me disa kamion të kaloj kufirin Maqedonas pa u zbuluar dhe kush do të mbajë përgjegjësi për këtë. Faktet tregojnë se pa mbështetje nga struktura brenda pushtetit, në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në dogana, por edhe në institucione tjera, një operacion kaq masiv kontrabande është i pamundur, thuhet në komunikatin e LSDM-s.